Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit ty që je me ne. E nisim me njëherë në fakt me atë se çfarë kemi në përballje mes Argjentinës dhe Spanjës. Dy ekipet cilat sipas temë I ka servitur vetë të shkuarën, sepse po flasin për trajnerin, që ja ka dalë të fitojë trofe të rëndësishëm me skuadrën e Spanjës, me U18 vjeçarat, me U20 vjeçarat dhe me U21 vjeçarat. Spanja është kampion e Europës fuqi. Është një skuadër që jo më kot mbërriti deri me 19 kurrikula aty ku do të përballet kundër Argjentinës, duke mundur skuadra të vështira jo vetëm në letër, por edhe në fushën e lojës, si skuadra që të paktën mendoshin të shkonin gjatë dhe arritën të shkonin gjatë. Ishte Portugalia e Cristiano Ronaldos, një Portugali që në gjykimin tim është Portugalia më e mirë të paktën në cilësi në shekullin 21 dhe mundës skuadrën e Francës, një skuadër kaq e frikshme në element dhe jo vetëm, duke ia zgjësuar gjelat për të mbërritur pikërisht kundër Argjentinës me këtë të fundit që ndoshta është aluduar shpesh për favorizim apo ndoshta edhe për nëse mund ta themi kështu, një shortim të lehtë, por shortin Argjentina nuk e bleu, ishte pjesë e lojës dhe ata bën lojën e vet, një skuadër që nuk dorëzohet kurrë, një ekip që udhëhiqet nga një futbollist që ka treguar për gjatë 24 sezoneve se çfarë ditë bëj, jo më pak ka shënuar 921 gola, është Lionel Messi, njeriu më shumë asisteve, njeriu që ka vendosur çdo lloj rekordi në Kupën e Botës. Është ai goleshënuesi më i mirë i trofeut më të madh dhe më prestigjioz për kombe në botë, është ai njeriu që ka asistuar më shumë, është ai njeriu që udhëheq këtë Argjentinë, siç bëri në fakt edhe kundër skuadrës Anglisë, ku edhe pse nuk shënoi ato 2 asistizme, sidomos ai i dyti për Lautaro Martinezin, si për treguar që është nivele të larta dhe jo më kot bukmjerësit e mendojnë dhe gjykojnë që ai është sot aktualisht futbollisti më i quotuar për të fituar në moshën 39 vjeçare topin e art. Por duke parë stilet e spanjollëve dhe stilin që ka Argentina, që duket se më shumë vjen me përmbysje, ndërsa Spanja me organizimin e vet dhe me mbrojtjen, cili stil i lojës mendoni që do të dominojë në